lidhur me Muçi Shaljanin. Vllai Sheqerit, shkruan Qytetari Digital, është 100 herë më i pasur se Shullazi. Është shumë i pasur, ka hotele, vila dhe restorante. Të tërë këta janë marrë me drogë, janë me person, blejnë vota, kërkojnë favore. Ky që u plagos ka bërë fushatën e 11 majt, e ka fjalën për Muç Shaljanin, apo Sheqerin, e ka me 11 maj fushatën e Ervin Hoxhës, ministër i brendshëm, dhe me pas në shtator u fut në AMP, po nga Ervini, në shkelje të çdo parametri dhe procedure ligjore, kurse dhe kjo u bë vetëm që ai të shpëtoj me uniformën e policisë, të shpëtoj kontrolleve policore. Gilmando, krahu i djathtë i Ervin Shaljanit, ka qenë në fushat si bodyguard dhe financues për ministrin Gonxhe. Çuni xhajës së këtij që u plagos është Erges Sheqeri, drejtori i IKMT-s, ky që prish lokalet. Pra, e kuptoni ju, të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo dëshmon se narkopolicia është e tëra në funksion të krimit, dhe se Gilmando, Dani dhe Mustafa Sheqeri apo Muç Shaljani ishin lejtnant kryesor të ministrave të kabinetit të Ramaduros, Ervin Hoxhës dhe Blendi Gonxhës. Ata u ekzekutuan në mendimin më të përhapur nga banda të qeverisë që janë të lidhura me nivele shumë të larta të qeverisë, sepse aty është vendi i shtetit, vendi i qeverisë. Këto kisha lidhur me këtë çështje. Së dyti, dua t'ju informoj se Lubi Balluku ka nxjerrë dhëmbët e kërcënimit ndaj Edi Ramës, të parit, por dhe të tjerëve me radhë. Burime të fshehta të Partisë Socialiste njoftojnë se në mbledhjen e zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste, ku Edi Rama ka sulmuar skapin dhe ka mbrojtur Lubin, duke deklaruar se këto janë sulme kundër tij dhe partisë së tij, se Lubia është e pafajshme, Lubia vetë ka qenë egër dhe e pamshirë ndaj audiencës. Edhe në këtë mbledhje Lubia ka bërë të qartë se do u marrë me vete